Sot bëheni zëri të gjithë grave që nuk kanë zë. Në Durrës, 10 vajza dhe gra kanë zhvilluar sot një marshim protest në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Duke vënë theksin të rëndësia e këtij tubimi, aktivistja Bajana Çeveli thot ndër të tjera që Durrësi renditet i dyti në nivel kombëtar për rastet e dhunës në familje. Kjo nuk është e vetmja problematikë sipas Çevelit, me të cilat përballen vajzat dhe gratë në qytetin bregdetar dhe më gjerë. Ne kemi shumë nevojë që institucionet shtetërore, komuniteti, shoqëria, të gjithë gruan ta balancojnë atje ku duhet jetë. Gruaja ne sot në pozicionin që jep, nëse bëjmë një krahasim me të gjithë të dhënat statistikore, është një grua që përfaqëson pikërisht produktin e përgjithshëm bruto 50%. Durrësi si statistika në Shqipëri është i dyti, për sa i përket numrit të dhënave dhe numrit të urdhrave të mbrojtjes apo dhe urdhrit menjëhershëm të mbrojtjes. Vetë pjesëmarrëset në këtë marshim paqësor që nisi nga qendra e qytetit e vënë theksin tek problematikat e përditshmërisë që mbeten të pazgjidhura prej vitesh. Drejtat e grave shqiptare nuk janë barabarta si gjithë botën. Gratë marrin ndihmë sociale, gratë nuk marrin banesë sociale që divorcohen, gjyqet shtyhen shumë. Për një gjyq për një grua torturohet më shumë nëpër gjykata dhe për ashtu se të drejtat e veta. Është nën me fëmijë, ajo do banesë, do siguri. S'ka drejtësi, shfrytëzohet nëpër punë, edhe rruga nuk është normale. Gjithë gratë e familjesë marrin shumë pak. Sot jemi për festën e nënës, të drejtën e gruas dhe dhuna që ndikon në familje shqiptare, përgjithësi. S'është e rëndësishëm ky marshim sot? Shumë i rëndësishëm përderisa jena gra. Durrësi mbetet një nga qarqet më problematike për dhunën në familje. Vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 75 urdhra mbrojtje dhe 40 vepra penale për dhunë në familje. Ndërkohë, gjatë vitit 2024 janë lëshuar 471 urdhra mbrojtje dhe 286 vepra penale për dhunë në familje.